Tuneli i Llogaras është kthyer në një tunel të super korrupsionit që sot përfaqëson një tjetër simbol të babëzisë së Edi Ramës dhe Belinda Ballukut për të vjedhur pa mëshirë taksat e shqiptarëve. Një tjetër skandal i madh financiar që lidhet me aferën 190 milion euro të tunelit të Llogaras është zhdukja e 2 urave të parashikuara në projektin fillestar. Sipas preventivit, ndërtimi i tyre e rriti koston e projektit me 25 milion euro, por sot, kur tuneli po përfundon, urat nuk ekzistojnë. Pas vjedhjes me një të rënd të lapsit, të 50 milion eurove të denoncuara nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili ka qenë prezent në takim, Rama dhe Balluku, kanë shkuar edhe më tej duke fshirë fizikisht edhe urat për të përfituar edhe 25 milion euro shtesë. Në total, 75 milion euro rezulton vjedhja dhe dëmi ekonomik i shkaktuar financave publike nga dyshja Rama Balluku. Ku janë urat Edi Rama dhe ku përfunduan 25 milion eurot e shqiptarëve? Shqiptarët në fakt meritojnë të dinë të vërtetën pse nuk u ndërtuan urat për të cilat janë paguar para publike. Asnjë përgjigje në fakt nga SPAK që në hetime nuk udhëhiqet nga interesi publik, por vetëm nga urdhri politik. Rasti më flagrant është çështja e stërgjykuar Qes Dia e vetmja aferë ku shteti nuk ka dalë me humbje, por me fitim. Dhe për të cilën presidenti i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta, i cili nuk ka dhënë asnjë vendim, nuk ka firmosur asnjë akt dhe nuk ka përfituar asnjë qindark, vijon të mbahet për më shumë se një vit në paraburgim politik. Zoti Meta mbahet sot në izolim ekstrem për një çështje të gjykuar të paktën 3 herë brenda vendit dhe në arbitrazh në Vijë në vitin 2014, edhe pse nuk ka asnjë lidhje me marrëveshjen Qes Dia, e cila është bërë në kohën kur ai nuk ka qenë ministër i ekonomisë dhe mbi të gjitha, kur në 26 janar 2014 zyra ligjore e OSHE-s Clifford Chance me një letër zyrtare drejtuar qeverisë shqiptare e shpërndarë në media nën kujdesin e zëdhënësit personal të Edi Ramës, konfirmonte se, citoj, ne mund t'ju sigurojmë që nuk disponojmë asnjë të dhënë që e lidh zotin Meta me veprimet korruptive të Dias apo të administratorëve të saj të shkuar apo aktual. Jo vetëm kaq, por edhe pas përfundimit të gjykimit në letrën zyrtare drejtuar ministrit të kohës, kjo zyrë ligjore ka sqaruar dhe ka kërkuar edhe një herë falje për keqkuptimin e krijuar në media ndaj zotit Meta, që në fakt nuk ishin asgjë tjetër veç se shkrime të porositura, të publikuara dhe të financuara me parat e George Sorosit. E theksoj se kjo aferë e shtetit shqiptar, pra Qes Dia, ka dalë me fitim, sepse i gjithë dëmi që gjykata e lartë ka konstatuar dhe ka vlerësuar në raport me Dian e Kastrioti Ismailit është rreth 6 milion euro. Por nëse i referojmë faktit se Qes zotëronte 76% të paketës operatorit të shpërndarjes, kur 24% të aksioneve i zotëronte shteti shqiptar, efektivisht dëmi i qytetarëve shqiptar nga Dia është rreth 1.5 milion euro sipas gjykatës, dhe ndërkohë gjykata dhe shteti i kanë konfiskuar zotit Ismaili mbi 4 milion euro, pra shteti në këtë aferë, mos e vetmja aferë që ka 20 vjet që hetohet, ka dalë me fitim dhe jo me humbje. Por SPAK-ut nuk intereson e vërteta se në të kundërt do të kishte hetuar kallëzimin zyrtar të bërë në 14 tetor të vitit 2015 nga kontrolli i lartë i shtetit për faljen e rreth 500 milion euro që Edi Rama dhe Damian Gjiknuri i bën Qesit, para që i takonin shtetit shqiptar dhe sipas auditimit që bëri kompania ndërkombëtare prestigjioze franceze me kërkesë të qeverisë Berisha. Por SPAK-ut nuk intereson e vërteta dhe as priret të udhëhiqen nga interesi publik,
sepse për vjedhjen e fondeve të IPARD-it ende nuk ka asnjë hetim real, ndërkohë që ndihma prej 112 milion euro është bllokuar për fermerët shqiptar për të dytin vit radhazi dhe kundërkohë Greqia fqinje sekuestroi vetëm pak javë më parë 22 milion euro dhe arrestoi të paktën 37 persona në lidhje me vjedhjen e ndihmave të Bashkimit Evropian për fermerët. Ashtu sikurse ra de jure, ende pa filluar gjykimi në themel i çështjes, i akuzës së fabrikuar për gjoja pagesën e $1 milion për foto me presidentin Trump, që u rudh më pas në akuzën për $100.000 e më pas rezultoi vetëm në pagesën e ligjshme për $15.000 që deklaruar sipas ligjit në Shqipëri dhe në Amerikë, ashtu do të bien një nga një dhe do të shmontohen të gjitha akuzat e tjera ndaj presidentit Meta, ashtu si akuza ordinere, por dhe e stërgjykua në fakt proces dhia dhe të gjithë marzit e tjera, të cilat kanë rënë de facto, por që do të shmontohen fund e krye në procesin e gjykimit në themel, duke provuar se sa të drejta kanë qenë dhe mbeten denoncimet e presidentit të Partisë Lirisë, jo vetëm për keqpërdorimin politik të spakut nga Edi Rama kundër opozitës, por edhe sa i përket moshetimit të dosjeve dhe aferave të kryeministrit Edi Rama, si kjo e tunelit të Llogaras, të cilat vazhdojnë dhe të ulërasin çdo ditë, por që vetëm SPAK nuk ka vesh që t'i dëgjojë. Faleminderit.